Pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të fokusuar në fakt tashmë pak tek ferma VIP. Çfarë ndodhi në ferm? Banori i cili ishte më entuziast, banori i cili krijonte debate, banori i cili krijonte dinamika, banori i cili krijonte inate, largohet nga ferma. Tani bazuar me Big Brother VIP Albania, për shembull Rogerti çan nuk ka thënë, ka përdorur gjuhën më të ulët, ka përdorur gjuhën më të tmerrshme, vazhdon akoma të jetë brenda shtëpisë së Big Brotherit, por në ferma, siç duket, funksionon krejtësisht ndryshe. Cila ishte arsyeja që e nxori Akilin nga shtëpia? Tani, që të jemi koherente dhe të vërtet, unë personalisht nuk besoj që Akili është larguar me votat e publikut, nga që publiku njëherë nuk pati kohë të voton, pa marrë parasysh që Arbana thotë që ka qenë votimi më i madh ndonjëherë, nuk ma merr mendja, edhe sidomos në kombinimin Fairfax dhe Akil, jam i bindur që Akili ka një fanbase shumë më të madh dhe shumë më të gjerë në fakt në karrierën dhe jetën e tij sesa banorja tjetër. Unë mendoj që Akili e nxori produksioni, do të thoni pse. Fillimisht njëherë Akili nuk u qëndroi urdhrave të Agaj, që do me thënë nuk respektoi sfidën, që sfidat janë të patolerueshme në fermën VIP, do me thënë janë pika kryesore e këtij formatit, nuk respektoi urdhrat e Agajit që të vishet dhe të shkon në sfidë, dhe mbi të gjitha do me thënë kishte kërcënime të drejt për drejta me banorët, kërcënim që bëri edhe me Jonidën edhe me Sarën. Por siç duket, Jonida ka haruar që është mes të gjitha kamerave. Një bisedë në të cilën ajo ka bërë me Sarën ka marrë xhiro në rrjetet sociale. Tani unë nuk e besoj që mund të jetë një bisedë e stisur nga Agaj, sepse po të ishte një bisedë e stisur nga Agaj për klikime, atëherë do të ishte krejtësisht ndryshe, por siç duket komunikimi me kamerat, të harosh që ka kamera, Jonidën e ka nxjerr pak nga vetja. Çfarë ka ndodhur? Pas përfundimit të Prime-it, Mimoza ka qenë ajo e cila në fakt ka vuajtur shumë daljen e Akilit, nuk deshte as të vallëzon, nuk deshte as të ketë një lloj komunikimi me banorët, sepse ndjeshte e thyer nga që Mimoza e tha qartë që Akilit i është bërë një padrejtësi, një djalë i cili jepte emocione të mrekullueshme brenda asaj ferme. Tani Jonida tha, shkova tha i thash Ilirit që Akilin e nga ferma, do me thënë, si duket, Jonida mund të ketë kërcënuar në dhomën e Agajit për të larguar Akilin nga shtëpia, do me thënë publiku e ka marrë kështu. Tani unë mendoj dhe unë dua të besoj që ferma VIP është një format transparent dhe nuk është një format që bën mashtrime të këtilla kundërdrejt një publiku që është kaq besnik që e ndjekën me 400.000 shikues brenda një nate. Unë mendoj që Arbana dhe Eduardi do tregojnë atë mrekullin që realisht reality show të tjera nuk e ndërtojnë, sepse nuk është e bukur që ti bësh padrejtësi një djalit, të cilin çuditërisht Eduardi e ka edhe një mik jashtëzakonisht të mirë, do me thënë Akili la portokallin, Akili i besoi shumë rrugës së Eduardit, Arbana e thot mbrëm që Akili mezi ka pritur që të jetë në ferm dhe pikërisht Akili largohet në këtë pikë të lojës. Tani, Jonida e tha këtë muhabetin që ka bërë xhiron e rrjetit, që do me thënë Jonida ka një avantazh të mrekullueshëm tek Agaj, që Agaj është në gjendje të dëgjoj se çfarë thot Jonida dhe të respektoj dëshirat e Jonidës në këtë rast. Unë nuk dua ta besoj që është një gjë e tillë. Akili akoma nuk ka reaguar në rrjetin e tij social për të treguar të vërtetën se çfarë ndodhi. Unë e pash që edhe Akili ishte shumë i befasuar edhe pse u vlerësua si një nga banorët i cili u largua nga shtëpia për hatër të lojës, por unë mendoj që kjo ishte gjitha një manipulim sepse Akili nuk ju urdhërua urdhrave të Agajit. Të mos të urdhëruar urdhrave të Agajit, Akilin e bëri që sot të jetë jashtë asaj shtëpie.